Do të ndrojmë temë në këto momente për të shkuar tek një rrëfim shumë interesant të sjellë nga kolegja jon Afërdita Duraku. Do të flasë me bashkëbisedues një çift me mbiemrin Xhevxhelin nga fshati Karashën Gjergj. Në fakt, rajoni i Hasit është një zonë me bukuri natyrore. Këtë në fakt e themi të gjithë pa diskutim dhe njëkohësisht me një trashëgimi të pasur kulturore dhe etnografike. Banorët e Hasit janë të njohur dhe për mikpritjen, punën e palodhur dhe në fakt por një diasporë shumë të madhe që shpeshherë jeton larg për syt i kanë tek vendlindja e tyre. Hasianët kanë migruar fillimisht brenda kufive të Kosovës, më pas në vendet e ish Jugosllavisë e sot hasianët janë të suksesshëm dhe i takon gjithandej në mbar botën. Por, fatkeqësisht, po braktisen pra fshatrat e bukura të Hasit. Do të ndjekim këtë rrëfim që vjen në këto momente. Rajoni i Hasit është me bukuri natyrore, si dhe me trashëgimi të pasur etnografike. Në mesin e shumë fshatrave të kësaj zone kodrinore malore ndodhet edhe zymi. E ky fshat i bukur është ndër vendbanimet më të vjetra të Hasit, e që në të kaluarën ishte një qendër e rëndësishme, kulturore e arsimore, me ndikim të madh në ruajtjen e identitetit kombëtar e kulturor shqiptar. Një shtëpia e fundit. Po, e fundit, tani rruga për Pashtrik, për Nagamir. Po e lëm Pashtrik. E kena një shtëpi malore në Nagamir thirret që ati, po kanë dëshirë më shku, kush po vjen. Edhe me kerët mira shkojnë ka edhe pse sa rruga bashkë rregullune. Është e kalueshme. Është e kalueshme. Banorët e kësaj jane janë të njohur edhe për mikpritjen, punën e palodhur dhe për një diasporë të madhe. Quhem Hil Xhevelekaj nga fshati Shëngjergj, është fshat që i takon bashkisë lokalitetit Zëm. Unë jam pensionist nga Lamia e Arsimit, jetoj këtu që 79 vite, i lindur. Fol për të kaluarën ka qenë edhe qendër komunale e krejt Hasit, edhe ka pas banorë, shkollë fillore, shkollë të mesme dhe ka qenë një ndër fshatrat më shembull në Kosovë për... Edhe pse ka qenë një fshat kodrinor, pra ka qenë jashtëzakonisht, e ka pas një jetë të mirë kulturore, sociale, e kanë pas edhe një jashtëzakonisht mirë, po se Gërbeti ka sjell në atë kohë shumë fitime të mira dhe shihet nga ndërtimtaria që kanë bërë gërbetçarët, po tash profesioni i tyre plezhve është krejt veç ja pensioni ja punë shtëpiake, nuk ka punim tokës si për shifën krejt livave, kollosa, edhe ato... Pa ka bakti, sepse livavet kanë mbetur, por... Bakti ka tepër pak, që tash në shembullin tonë, këtu në fshatin tonë, janë veç 3-4 familje që kanë bakti. Unë ku majt deri vjetë edhe unë, po tash mosha për banë vetën edhe... Që nga mëngjesi kur jemi këtu, nuk pam asnjë nga kafshët shtëpiake që ishin duke u kullosur. Dhe vërtet të vjen keq në një fshat të bukur. I lëshojnë se janë një 30-40 lopë që i marrin të familjet poshtë, po i lëshojnë, ato shkojnë në periferi tash kollosin, mbrëmje vetë kthehen në për shtëpia. Për ndryshe tokën se punon kërkush, ne trobashë, unë edhe kush jemi këtu punojmë diçka. Dikur krejt nga kjo fush kanë qenë ndoshta mbi 50 hektar gronë edhe 50 hektar kollomosh në qëtë lagje, që bukën e kanë siguruar nga toka vetë. Tash po shihet. To vendbanime duken të thata parinin e vet, thon çifti Roz e Hil Xhevxhelekaj, që janë ndër të vetmit që u lindën, u rritën e vepruan në fshatin rreth Pashtrikut në Shëngjergj. Nga femeria këtu jam lind, këtu jam rrit, kom punu në arsim pak në Lëbysht, mandej jam të rek në Zëm, edhe nga Zymi mas 42 viteve kom dalë në pension. Të vjen keq ndonjëherë që ka që pak banor në këtë fshat të bukur? Po shumë keq vjen ka njerë,
Sidomos po banor këto pak që ka, edhe për fmit, po përmalumi ma shkurt, mi pas bashk na herë më pi kafe, me dal, me ba muhabet, mi pa ma shkurt, po on knatësi kur po na vinë për qëtë feste, për çdo festa mundohen më ardhë, po jo qatë shpesh. Kur është faza më e bukur që mund kalohet sa i përket mbushjes me njerëz të fshatit e që ju e ndjeni atë gjallërinë që ju mungon mbase në të shumtën e ditëve gjatë vitit? Që kjo ditë, më të thonë drejtën, festa e pashkve, sidomos, që e fillon më dalë pranvera, edhe pikan mundësit më ardhë për diaspore, mbyllën shkollat anë, për punte, nuk ka, adi dugojnë nuk punojnë që punojnë ta sidomos buk pjekës që janë shumica në për diasporë. Për Asianët, furtaria nuk ishte e as nuk është thjesht një punë, por simbol i nderit dhe i mbijetesës ekonomike. Falë këtij zanati janë bërë të njohur për cilësinë e bukës, por edhe përfaqësues të denjtë të vendit të tyre. Ky zanat ka rënë të thella në historinë e fshatit dhe është trashëguar brez pas brezi. Ishin vitet e 60-ta e tutje ku shumë zymjan emigruan duke hapur furra buke në vendet më të njohura në Evropë. Inshallah të rritë pasarësit tanë nuk e harrojnë, sikur që deri tash se kanë harru, vinë, i vizitojnë trojet e familjarëve, i nderojnë të gjallëta dhe të vdekurit, për ndryshe dita ditës paka shumë po zbehet. Me 1 nëndorë, 2 nëndorë, 3 nëndorë është edhe organizimi i takimeve të Gjeqovit që bëhet në fund tetorit, aty ka mjaft bashkëdhëtar. Përndryshe këto funksionon shoqëria kulturore që une që 50 vite nuk të ndana prej saj, po të bëhen pushimi me tynë, me fëmijët e ynë majspari, edhe me rrethin e shoqënisë ma të Kanë ardhur këtë herë fëmijët? Po, më kanë ardhur. Vetëm një vajzë e madhe, kretë më kanë ardhur tjerë. E aja është në Kroaci, së në ka ardhur djalin e ka qu. Ti tham djalit, mama është e knaqë, ty që të ka qu edhe na po knaqëmi, si me pa mamën e jute. Sa është aktive sot jeta kulturore, me aq banor sa ka? Me aq banor sa ka fshati, punon shoqënia kulturore, na marrim pjesë në gjitha festivalet, edhe të nivelit Kosovës, edhe në Shqipëri kemi qenë shumë mirë, çak edhe në Zagreb në vitet e mëhershme. Përndryshe edhe shoqja tash mësi i ka rrit fëmijët që një 20 vit po bashkëpunon edhe kja me mu, i ka veshjet kombëtare, diçka është mirë që jemi aktiv ala në shoqërinë kulturore. Hasianët kanë migruar fillimisht brenda kufive të Kosovës, më pas në vendet e ish Jugosllavisë e sot hasianë të suksesshëm takojmë gjithandej në botë. Historia dhe kultura e dëshmojnë për vlerat e forta që kanë mbajtur gjallë shpirtin shqiptar ndër shekuj. Ruajtja dhe promovimi i këtyre vlerave është detyrë e çdo brezi që vjen, thonë çifti që takuam në Shëngjergj. Numri më i madh i banorëve sillet në fillim muajit nëntor, kur është dita e të vdekurve, atëherë nuk ka familje që s'vinë komplet me bën nderimin e vdekurve të tyre, atëherë është numër tepër, mahnitet njeri me numër edhe të njerëzve edhe të kerreve që vinë në fshatin tonë. Keni vizitorë special që vinë për t'ju nderu, për të marrë informacione për fshatin, kulturën, traditën? Na vinë, edhe na po ky pëndim knaqësi që po vinë, për respektojnë veshjen e vendin e, edhe ato po knaqen kur po vinë. Dhe i papritueshëm këtë aspekt. Gjithmonë jeni të gatshëm. Po, po që sot ka qellu festa se kishim gjithkohë me ekspozim. Na vjen mirë valla shumë. Dasmat vazhdojnë të mbahen. Dasmat ban, ala këtu po kanë dëshirë prej Kroacisë, po vinë të rit, po martohen, po bëjnë një banket mirë në mramje, mirë është. Dasmat nuk janë arru. Po dalin, po takohen, po mirën vesh. Kusht kona janë, shka janë në mes veti, o knaqen edhe rinia. Si për çdo banor tjetër, edhe për veteranin e arsimit Hil Gjevgjelekaj, është e dhimbshme që në bankat e shkollave ka pak nxënës. Pa është për të mjeru se numri nxënësve
është tepër i vogël për shkak se mërgimi ka marrë kajt me vete, për ndryshe veç plaka jetojnë këtu, numri nxënësve është, po flasë për kohën kur unë kom punu në fillim në vitet 70-ta, dikon rreth 800-900 nxënës i ka pas shkolla Zymit, sot zdia i ka një 60-70. Do të thënë, numri është Tepër i vogël në zhvogluar. raport me vitet e 70-ta, 80-ta. Po. Po që rrjedhimisht edhe numri banorëve që jetojnë këtu, Edhe i numri vjet jetë shumë i banorëve vogël. ashtu është. Unë në të kohë moj mend që i ka pas dikon gati 1000 banorë. Vetëm ky fshat pas Zymin, tash zdia i ka 200-250. Dhe nga sa lagje përbëhet? Fshati përbëhet nga 4 lagje, 2 janë besimit islam, 2 janë besimit katolik. Për ka numri këto të besimit katolik janë pak më shumë, po megjithatë numri banorëve në fshatin Cakaj është më i madh. Për shkak se ata më pak kanë migruar, edhe ata janë në rrugën vijuse sikurse edhe ne, të i marrë gërbeqartë me veti, familjen edhe kështu, po zbrazën shtëpi. Kur po e përmendi arsimin, gjithmonë po më shkon mendja te kohët e vështira të para luftës, të mbijetesës së arsimit në Kosovë, që vërtet ka qenë një kontribut i jashtëzakonshëm që mbase nuk ka çmim që mund t'u shpërblej muslimanëve të asaj kohe. Sigurisht që ju jeni në mesin e atyre me sigurisht që keni bërë gjithçka nga vetja. Për një muaj në 19 marka jemi shpërbli, besa dhe hiq. Po punës se kemi dhe prej asnjë ditë. Kryesor kemi punu vazhdimisht. Ka qenë vullneti shumë i mirë. Është vullneti një tash i mësimdhënësve të rinj? Jo, është gjinamëtar tash, arsimtar njerë të vendit që janë konë kejt 100%, tash janë 3-4 këtu të vendit, vinë nga qyteti, atave që këshyrin kohën e autobusit me ikë në qytet, nuk ka aktivitet. Motivi nuk është sikur për pa? Ma, qfarë, ja. Edhe punë intenzive që kemi bënë në atë kohë në garat ndryshme, tash s'po du me ranu më te për bisharësim janë në zero. Mërgata e Zymit të Hasit përbën një pjesë shumë të rëndësishme të historisë edhe identitetit të këtij vendbanimi. Edhe kjo anë ka një diasporë të madhe, por edhe aktive e cila kanë ndikuar fuqishëm në zhvillimin ekonomik, shoqëror dhe kulturor, thon çifti Gjevgjelekaj nga fshati Shëngjergj. Përpara mamës vetë kina bajt uj me qak me brija në shpinë, e me ma dure, me magare, Loj, qashtë, loj. Ata është jo falimindesh Zotit, i kanë regullu begi fart. Na vje ujtë, ko ma shko, dhe pse jena nalt. Ama, ko ma shko atë nashe nalt, që pëthu shumë na jena, na nuk vje bash regullisht, apo di. Ama mirë, apet mirë, i kena da bazene ka pak që shtu dhe diku shiko. Keni improvizuar, sigurisht mundësi. Mundësi, qashtë. Keni po një mundësi të dytë që të mund da keni më atlet jetesën. Mund ta kena më atlet jetesën, po. Cila periudhe kohës ty të pëlqen më shumë? Tash, më mirë janë, në përgjithësi më shkort. Kushtet e shpijet e për fëmija. Me që ka të merë madhin basi për atë bashkjetesë që një pasur dikur? Valla, ka jerë po, ko ma shko e thëmë, ajtë mëse ma mirë i në konë, se tash rinia, s'pëdorojnë kështu, sa për diti, jo pa uj, jo pa struj, për paku. Aja po vjerë që pa thuti, po, jo, me gjithate ma, apet ma mirë tash, a ne në kujtuat e kalumja, po mirë i në konë, dhe atyre po kena vujt ma tepër, përgjësi që po thu me tukë, me uje, me gjithçka. Zonja Roza, të ecim pak edhe të përshëndesim gjithë shikuesit tanë, sigurisht nëse keni kohën e tuar, mund edhe të bëjmë pak lëvizje në për këtë fshat të bukur, edhe të shijojmë këtë pamje të mrekullueshme që ju e keni fatin ta keni çdo ditë jetoni në një mjedis me ajër të pastër, me bukurinë natyrore, siç është kjo. Valla, për që të sene shumë mirë jena, eri pastër, qetësia, edhe që ato për vjetrit, sidomos për mu jetu, ma mirë dalim natyrë. Mërgata shqiptare shuat edhe për ruajtjen e traditës edhe jashtë vendit. Fëmijët e lindur në Mërgat janë të edukuar në frymën e identitetit kombëtar dhe dashurisë për vendlindjen. Mërgata e Zymit është një forcë jetike për vetë fshatin dhe për shoqërinë kosovare në përgjithësi. Ajo përfaqëson ndërlidhjen mes të kaluarës dhe të së ardhmës, duke qenë urlidhëse mes Hasit me botën.